Çfarë shqetësimi keni zgjedhur të ngrihni sot në këtë ditë? Sot në 8 prill, dita ndërkombëtare e Romëve, është një ditë për cilën duhet të reflektojmë më shumë për respektimin të drejtave të këtij komuniteti. Dhe sot jemi këtu pranë institucionit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për t'i kërkuar këtij institucioni për të reflektuar mbi respektimin të drejtave për strehim të komunitetit rom të qytetit të Elbasanit. Duke qenë se këta banorë janë qytetit të Elbasanit dhe kanë prej vitit 2005-2006 që kanë aplikuar për të legalizuar banesat tyre informale, sot e kësaj dite pas kaq shumë vitesh nuk kanë arritur dot të përfundojnë procesin dhe të pajisen me certifikatën e pronësisë. Duke qenë se është një komunitet vulnerabël, i painformuar, i varfër, ka nevojë për mbështetje të madhe nga ky institucion për të përfunduar dhe për të respektuar pikërisht këtë drejtë që ata kërkojnë sot. Pra, kërkesa e tyre në këtë ditë shënuar është të respektohen afatet ligjore për përfundimin e procesit të legalizimit të banesave, të pajisen me certifikata pronësie sa më pak këto banorë, duke qenë se janë nga të parë që kanë aplikuar për legalizimin e banesave, edhe pse shumë prej qytetarëve të tjerë kanë arritur ta përfundojnë procesin, edhe pse kanë aplikuar më vonë se këta qytetarë, këta janë lanë, romët janë lanë të menjanuar dhe nuk e di arsyeën pse duhet. Pse? Diskriminim apo mungesë informacioni? Por ekzistojnë disa shkaqe, duke filluar që për diskriminimit, duke filluar më pas prej mungesës informacionit këtyre qytetarëve për kërkuar të drejtën e tyre sipas procedurave ligjore, por edhe për shkak të mungesës së angazhimeve serioze të këtij institucioni për të mbështetur këto komunitete vulnerabël, për të shkuar pranë banesave të tyre, për të informuar edhe për të mbështetur për gjithë procesin e kalimit të pronësisë në favorin e tyre. Faleminderit. Atë pronësie dhe çfarë pengesash keni hasur? Unë kam që në 2013 që kam aplikuar për legalizimin e shtëpisë, edhe ne bëjmë kërkesa, është shoqata jonë që na ndihmon, rinore, shoqata rinore, por kur ne çojmë kërkesat tona për të marrë një përgjigje, ata na japin gjithmonë përgjigjen që jemi duke punuar, por sa do vite do punojnë ata që ne të presim me vite, sepse ne nuk kërkojmë kush e di çfarë, ne kërkojmë që ne banesën ta kemi pronën tonë, të marrim një certifikat pronësie, që të jemi të sigurta, sepse ne kur do vi do një shkatrim ose do gjë kështu që mos të prishë edhe për t'ia lënë trashëgimtarëve. Edhe trashëgimtarëve normale, por nëse na vjen ndonjë shkatrim, neve do ngelemi në rrugë, siç ka ngelur disa. Po përse të arri kjo kur ne kemi vite që kemi aplikuar, kemi edhe një përgjigje të saktë nuk po marrim. Unë nuk e di a pse jemi rom dhe nuk kemi të drejta, se dikush ka marrë, shumë veta kanë marrë, që më mrapa kanë bërë dhe kanë marrë, kurse ne që kemi bërë, kemi vite, akoma nuk kemi marrë një përgjigje. I lutem atyre të institucionit të hipotekës dhe qeverisë të lartër që të vej dorën në zemër dhe të na shikoj me një sy më të mirë, se dhe ne jemi njerëz nga Zoti dhe jemi njerëz që jetojmë se dhe jemi dhe të varfër, nuk kemi që t'i japim lekë dhe të marrim. Nuk kemi. Jemi shumë të varfër dhe jemi me një ndihmë ekonomike. Çfarë të bëjmë me atë ndihmë ekonomike më përpara? Ju faleminderit. Edhe njëri. Çfarë përgjigje keni marrë? Kam 2006 i kam bërë, që me 2005, 2006. Edhe asë një përgjigjes në kanë dhenë. Kemi ardhur sa herë, jo së është drejtori, jo së është ai, jemi duke punuar, jemi duke... Gjithmonë në kanë edhur nga koka, në kanë edhur. Se mendoni ju që e bëjmë? Po ne mendojmë se jemi rome, dale, hamo këto nuk marim vesh, hamo se... Jemi njerëz pa shkollë. Prandaj, ne edhin nga koka. Edhe ne duam pronën tonë, edhe neve... Tjetojmë si të gjithë, dhe me thënë, kur të vi një rëmuje, e kam një diçka naore, ja ku e kam letrën. Faleminderit. Apliku për legalizimin e shtëpisë. Unë kam 3 vjetë, paketën e kam bërë 2 herë. Edhe ato thonë, jo, dalin ligje tjera, jo, dalin ligje tjera, apo, ku të gja unë në genje, 4 vjetë, 2 herë paketë kam bërë. 2 herë paketë. Se s'ma jap një atë që më takon mu. Po talën, i këtu këtë hipoteka, shko hullë shuga ato, qa që të
O benja, ku marrin vesh ne? Ore bjerë letrën të apin që të më takon. Apo jemi Romën, Romët gënjen thot, jepi got limonate dhe futin të lava. Jo, re, jo, jepi që më takon mu. Faleminderit. Ja. Kje qabe.